Shërbimet e Komisariatit të Policisë Mirdit finalizuan me sukses fazën e dytë të operacionit policor të koduar Piromani, duke bërë të mundur kapjen dhe arrestimin në flagrancë të shtetasit me inicialet AD 62 vjeç, banues në fshatin Raja Valës, njësia administrative Rëshen, Bashkia Mirdit. Arrestimi i tij u krye për veprat penale, shkatrimi pronës me zjarr dhe shkatrimi me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor. Në momentin e kapjes 62 vjeçari sapo kishte ndezur një vatër zjarri në fshatin Raja Valës. Nga veprimet hetimore dhe ndjekja në terren është dokumentuar se gjatë ditëve të mëparshme ky shtetas kishte ndezur edhe 5 vatra të tjera zjarri. Si pasojë e zjarreve është përfshirë nga flakët një sipërfaqe për rreth 15 hektarësh, ndërsa vijon puna në terren për shuarjen e plotë të zjarrit dhe vënien nën kontroll të tij. Shërbimet zjarr fikse në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Mirdit vijojnë punën për izolimin dhe shuarjen e vatrave të zjarrit. Nga verifikimet e kryera rezulton se shtetasi AD ka precedent të mëparshëm për zjarrvënie të qëllimshme. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Mirdit në drejtimin e prokurorisë vijojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plotë të aktivitetit të këtij shtetasi dhe verifikimin e përfshirjes së tij edhe në zjarrvënie të tjera të ndodhura më herët në territorin e Bashkisë Mirdit. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.